Rezervat e OSBE-s detyruan shumicën që të tërhiqet nga projekti fillestar I ligjit të ri për Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Relatori Subashi theksoi se pezullimi I gjyqtarit me ligjin e ri nuk do të bëhet në momentin kur regjistrohet procedimi penal, por kur gjyqtari merret si I pandehur. Propozimi që unë bësh në rastin kur një gjyqtar merr cilësinë e të pandehurit. Në këtë rast, Këshilli I Lartë të Drejtësisë vendos pezullimin e gjyqtarit nga detyra derisa të merret një vendim gjyqësor I formës prerë. Një tjetër ndryshim I OSBE-s I reflektuar është dhe transferimi dhe ngritja në detyrë e gjyqtarëve gjatë ushtrimit të detyrës apo një vit pas mbarimit të mandatit, afat që në propozimin e parë ishte 5 vjet. Por, shumica nuk heq dorë nga e drejta e kuvendit për të shkarkuar gjyqtarët. Antari I Këshillit të Lartë të Drejtësisë shkarkohet përkatësisht nga konferenca kombëtare gjyqësore ose kuvendi në këto raste për shkelje të kushtetutës dhe ligjit, për kryerjen e një krimi, për paaftësi mendore a fizike, për akte e sjellje që diskreditojnë rënd pozitën dhe figurën e tij. I vetmi zë opozitar për shkak të bojkotit të demokratëve ishte Demokristiani Nart Ndoka. Pas votës kundër, Ndoka kërkoi që byroja parlamentare të tërheqë ligjin, por kërkesa e tij hasi në kundërshtimin e kryetarit Xhafa. Konsiderohet një çorp që përgatitet do të ishte serioze, byroja parlamentare ta tërhiqin këtë projekt ligj. Ka pasur vërejtje. Është normale. Anormale do ishte të mos ketë vërejtje, po ama është po aq normale dhe aq përgjegjshmëri që ne kemi reflektuar një pjesë të konsiderueshme të atyre vërejtjeve. Dhe kjo është forca e kësaj mazhorancë. Opozita, natyrisht, nëse kishte sugjerime mund vinte këtu dhe t'i bënte për të përmirësuar ligjin. Ligji I ri I cili do t'i kaloj parlamentit për miratim parashikon që nën kryetari I KLD-s të zgjidhet mesantarëve të zgjedhur nga kuvendi, ndërkohë detyron Këshillin që brenda 5 ditësh të publikojë procesverbalin e mbledhjeve në kuadër të transparencës me publikun.